Gjykata e lartë ka përcaktuar datën 16 tetor ora 9:30 për shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga ish-presidenti Ilir Meta, i cili kërkon ndryshimin e masës së sigurisë që po vuan prej tetorit të vitit kaluar. Seanca do të zhvillohet në dhomën e këshillimit dhe do të drejtohet nga gjyqtarja relatore Albana Boksi, ndërsa anëtarë të trupës gjykuese janë Sokol Binaj dhe Medi Biçi. Fillimisht mbledhja ishte planifikuar të mbahej këtë të njëjtën në orën 10, po për shkak të zhvillimeve në Këshillin e Lartë Gjyqësor ajo u shtyp për javën e ardhshme. Meta kërkon në gjykatën e lartë prishjen e vendimeve të dhëna më herët nga GJKK dhe apeli i GJKK-s që i la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg. Sipas hetimeve të prokurisë së posaçme, ish-kreu i shtetit akuzohet për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurisë. Në të njëjtën dosje hetimore përfshihet edhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, ndaj së cilës është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi që do të japë gjykata e lartë me 16 tetor pritet me interes të lartë publik, pasi mund të ndryshojë rrjedhën e procesit ndaj ish-presidentit Ilir Meta, një prej figurave më të diskutueshme të politikës shqiptare në dekadën e fundit.